Rrethi i parë i zgjedhjeve lokale përfundoi, por nuk përfundoi rrëmuja dhe pritjet e gjata të qytetarëve të Shkupit për autobuset e transportit publik. Me orë të tëra dhe sot u prit nga qytetarët për të gjetur një vend të lirë në autobuset të stërmbushur dhe të vonuar të NQP-s. Laskarç. Ke po pazar sot? Pazar këshën vajnë. A ke prit autobus gjatë? Po jashtë, nuk ka kënë. Kanal ma pak, Si e komenton këtë rrëmujën këtë që është? Para me, po që po më shkaj dënja vajnë një. Jo mi laskarç, sa robë, më ko. Dhe në gjeler jom. Deri sa rashkon me dyshin e pas? Me, që hipi 56, ha? Atje sa pret? Për i pajan gjimësati, ba. Gjimësore. Për ku thon, për cilin? Thoj për mbojona, mo. 26 jam ato në qetër shkon. Pret dyshin? Dyshin shkon një staraj. Edhe ajo është bënun sot? Disa qytetarë tjerë që ktheheshin nga puna u ankuan për pritjet e gjata të mëngjesit të sotëm dhe të mesditës. Se čeka, da. Koliko dugo? Pa, da vi kažem, pokazuješ tamo za minutu, a pola sat čekame. Pokazuješ 2 minuti, 3 minuti, ali ne, nije točno. Znači na tablava jedno piševa, drugo je za čekanje. Ušte go nema. Nebulozno, gluposti nevideni. Ovo nikada go nema. Koja причина е ова? Ne za komentar. Sipas informatave tona, të reduktuar janë edhe disa nga linjet e transportuesve privat të NQP-s, për shkak të borxhit që ndërmarrja ka ndaj tyre dhe pamundësisë për të mbuluar shpenzimet e tyre për qarkullim. Nga ana tjetër, sipas qytetarëve, vonesa ka thuajse në të gjitha linjet e autobuseve të ndërmarrjes. Nga ndërmarrja e qarkullimit publik nuk ka ndonjë reagim se me çfarë kapacitetesh funksionojnë dhe se përse janë krijuar pritje në terren.